Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea, për të gjithë ju që nuk më njihni dhe mirë se vini në një video të re. Sapo postova një vlog edhe shpresoj që ta keni pëlqyer, edhe kur po editoja gjatë mbrëmjes tash sa më ka munguar që të filmoj, por gjithashtu edhe të editoj video, që kështu do më dojmë që të jem më aktive. Kërkova pak alve në market, edhe ka bler kopër, sepse do bëj vizele, dhe nëse nuk ja hidhni koprën vizeleve, po bën një gabim shumë të madh sepse jep një shije shumë të freskët dhe shumë të shijshme. Kemi banane, këto nuk ja tha shumë të mirë, i kam marrë. Gjithashtu dhe 5 foljat, sepse më në fund do përgatis atë recetën e famshme të ëmbëlsirave që kemi provuar në Lisbon, sepse nuk i bëra herën e fundit kur ju tregova. Gjithashtu kam marrë edhe një lëngshege, as këta nuk ja thashët më mirë. Kemi marrë edhe 2 kg patate që t'ja hedhim bizeleve. Edhe sot është një ditë me shi, është e njëjtë më duket, data 27, edhe nisim një vlog të ri. Sapo vendosa lavatricen dhe ju thash në momentin kur bleva dhe lavatricen edhe frigoriferin që do t'ju bëj një review të sinqert. Lavatricen e morëm Bor, seria 8 dhe më super pëlqen dhe mendoj se nuk ka qenë fare gabimi im, sepse jam ankuar gjithmonë në video këtu në YouTube që rrobat nuk më bajnë aromë mirë, por ndoshta po ja hedh fajin tani lavatricës që kisha te shtëpia e vjetër, se normale nuk është se ishte lavatrice e mirë. Edhe më pëlqen, nëse do blini lavatrice, unë ju sugjeroj, nuk është se kam provuar marka të ndryshme që të bëj këtë diferencën, por edhe Alve që është arkitekt, lavatrice Bosch mbahet shumë mirë dhe është gjithmonë e sugjeruar, si lavatrice Miele, Samsung, pastaj varet edhe nga buxheti që ka secili, por që lavatricet mira janë, edhe që mi lanë rrobat, edhe më mbajnë aromë të mirë, kjo është pak po e sigur. Edhe kështu tani, do bëj në një punë tjetër, do nisë që të përgatis drekën, sot për drekë si që thash edhe në fillim do bëj bizele, gjallë me bizele, do bëj dhe ata ëmbëlsirën, kalmen që të shkri petas foljat, Ruçi po fle këtu, edhe shtu Arve po fle pak të këdhoma, edhe është ditë shumë e shi, kurse unë kam pa fund punë, sepse e keni parasysh, kemi marrë në shpërnguljen, i kemi si gjërat më të rëndësishme dhe i kemi hapur në për shtëpi, pa man kemi këto rrashet në përkuti, ose në për... nuk e di që nuk kam kuti fusë, realisht e shumë gjëra kam, ja t'u ja tregoj, në më jepni të drejt, gjithashtu sot ose nesër do na vidhë mobilieri, do na sjellë komodinat e dhomës, gjithashtu edhe këtë të televizorit, që e pash pak në foto dhe ka dalë ngjyra fikse ashtu siç doja, sepse doja një i kemi bërë me lyerje, lis me lyerje, dhe ishte pak e vështirë për të zgjedhur ngjyrën, sepse kishte pafund opsione, por gjeta një ngjyrë që mendoj se kam përgatitje të mirë. Për këtu tek saloni po, kurse për tek dhoma ndoshta nuk e di. Do t'ju ja tregoj kur të vinë dhe më thonë edhe ju se si duken. Mua më pëlqejnë me ca pash në foto, por kurioze janë të si duken live. Qofse do flija unë dhe atme të bëtë të që që përbëj unë, do ishte shpatër lufta e 3 botërore. Ora i ka nej, se pa fle, mos më s'më le të fle një minut. Do qasha do ullëria. Por ndërka se nuk esh në gjumë, se në gjumë nuk ngacmoj. Më zgjoj para 5 minutësh. O princesht, falin syt, fund të botës ka me shkujt, më vjen të shaj, të shaj. Të qaj apo të shaj? E nga mbytën budallin.
O princes, të falin syt, fund të botës t'ka me shkuj, më vjen të shaj. Jo, më se shkëshu. Gets me almost every time in the midst of summer, watching it in full bloom always makes me wonder when we were. Ola bleva qep sepse harrova që t'i thoja Arpes që parë që të blinte qep edhe i thash, Arpe dalësh prapë të blesh qep jon, tha. Ta kishe, kur më bëre listën, mos ta kishe harruar dhe dola vetë. E kam shumë bezdi të dalë për gjëra të vogla, po tani do nisë që të përgatis gjellën me bizele, sepse kemi shumë kohë pa ngrënë gjellë dhe na ka marrë mare. Plus gjella me bizele është gjella ime preferuar. Wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Ndihem shumë e shëmtuar. Jo, shpirt. Do thash sot sa të pash për e të parë, thash se sa të shkonin flokët, epi pas ke pishu flokët, i përnaq, se kështë me hongë. E si i kam bërë? Sa të ke bërë një brirësh i qakërdisur. Nuk më shkon të asë një gjë, provova 100 gjëra edhe të gjitha kam vajtu midis mës dhe lës. Maja s'më rrimi, më rrije ngusht, loja më rrije gjerë. Maja i e shpirt se të dyert i veshës zjerohen vetët. Po edhe ngushtohen do njëna rabatuqe. Nuk gjej dot një palë gjinse, as nuk e di si i dua, kjo është problemi. Problemi është mos di çfarë duash, do thotë që ke shumë. Ndoja të blija rroba sot. Por bleva disa gjëra për shtëpi, rroba për shtëpi, por nuk mora rroba për të dalë. Oh, tani do ikim pak tek Kristali, sepse duhet ikim të Jusko të çojmë perdet e famshme që u bën legjend në Instagram. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër, sapo u lava, i mbajta flokët gjithë ditën me vaj, do të thënë gjithë natën me kombinimin vajor të Ada Herbs. E bëj shumë rrallë, kur i ndej flokët pak të ashpër, por ishte një nga ato ditët. Dhe tani do ju tregoj pak rutinën time shumë shkurt, se si unë i bëj flokët me onde dhe që të kenë shumë volum, sepse më pyesni gjithmonë. Më përpara isha fiksuar kur u bëra bjonde që pata ato dëmtimi shumë të madh të flokëve, që u shkurtuan, që u bën shumë elastik, besoj se e mbani mend. Para një viti ka qenë pak a shumë në mars. Në mars, jemi në mars a njerëz. Edhe u fiksova, mora gjithë linjën e kerastas, shampot, jo zbucin e flokëve, edhe kam kuptuar që mos harxhoni lekë duke bërë një shampo të mirë. Unë marr një shampo tek Rossmani, diku te 6.000 lekë, më pëlqen, mund ta ndroj, e marr edhe te marketi, thjesht aty e kam më përmbar për ta bler. Edhe ideja është të përdorni një maskë të mirë, sepse shampoja vetëm atë veti ka që të pastroj flokët. Pastaj kam gati një vit pas problemit që ndodhi me flokun, po përdor atë maskën që është me avokado dhe vitaminë E, që është super e mirë dhe gjeni tek Una Farm dhe ka një çmim
fantastik. Gjithashtu, një herë në muaj përdor edhe Olaplexin. Më duket se është treshi numri 3, ai që është për përdorim në shtëpi, se gjithmonë e ngatroj me 6, po treshi më duket se është. Të them të drejtën, ajo është që duhet ta përdorësh gjithmonë pas çdo larjeje, madje edhe 2 herë në javë, por nuk është se më pëlqen se nuk më mban flokët e butë. Sot kam përdorur Olaplexin sepse kisha shumë kohë pa e përdorur, edhe lash më njan maskën time të preferuar, prandaj nuk jam shumë nuk e di se si do dalin flokët, sepse maska vërtet e jep shumë volum, kurse për Olaplexin nuk e di sepse do t'i vajis ndonjëherë flokët, prandaj bëni kujdes kur ta aplikoni, mos e aplikoni që në rrënjë. Edhe tani do t'i krejm pak flokët, gjithashtu përdora edhe maskën ngjyrë blu nga Kerastase sepse më ishin bërë pak flokët portokalli. Dhe ajo më pëlqen dhe do ta rible përsëri. Nëse nuk marrë të Kerastase, do marrë një firmë tjetër. Më sugjeroni nëse njeni ndonjë firmë ose keni përdorur ndonjë firmë të mirë për këtë efektin sa më të pastër të bjondes. Tani do nisim se harrova. Në fillim unë para se t'i krej flokët përdor një locion që është ky nga Kerastase, mund përdorni edhe një tjetër, nuk është e nevojshme që të jetë ku vaj. Muri. Strova tani. Shkoni. Ikën. Okej. Hedhim pak locion, mund përdorni edhe një më të lirë. Si është kjo ti bën më të buta flokët, dhe floku im ka nevojë shumë për butësi, edhe që ti krejesh dhe ti menaxhosh më mirë. Okej, përdorim para nxehtësisë, gjithashtu në përdor dhe pas, një vaj për flokët. Unë kam këtë të Kerastase. Kemi Dysonin dhe këtu kokën e tharses. Kam ullur pak volumin, edhe tani do përdorim kapse, shikoni sa kapse të bukura që kam. Sa e fiksuar jam me filxhan dhe me kapse, mund të hap një muze me koleksion. Po është me këto do punojmë në fillim. Kemi dhe pak volum, si që shikoni, në fakt nuk ju shoh unë juve. Kështu, nga ana tjetër. Okej, e tani do t'i ngrejmë lart. Shikoni sa volum që ka tani balukja. Është kjo pullovra që kur e pash me çmimin real kushtonte 60.000 lekë dhe unë e mora me ullje. Gushtova me këtë fakt. Dhe shikoni sa e bukur që është shumë e bukur, është e madhe se normale, mora masa large, po vjen dhe vet ekstra large edhe ka material super të mirë, është kështu lesh, edhe do thoni jo. Reja tani që iku dimri tani e more, po tani ishte bërë me ulje, plus edhe tani e parë, se po ta kisha parë më përpara do e kisha marrë, sepse më super pëlqen ngjyra, edhe arrinte shumë bukur, do ta provoj që ta shikoni edhe se si duken. Pastaj, gjeta motrën e kësaj, por edhe kjo ishte nga 60, kjo në fakt, ajo bluja kishte më shumë ulje se kjo, por më pëlqeu shumë si ngjyrë, është kështu si roz pastel, si ngjyrë pudër, është shumë e bukur, edhe materiali është fantastik, shkoni sa të bukur e ka dhe këtë pjesën tek mënga, nuk e di, më super pëlqen, por ngjyra ishte më e bukur ajo bluja, por nejse të jem për të kombinuar ngjyrë neutrale shkon, pastaj mora këto tutat virale që në Instagram më dalin shpesh, ishin 15.000 lek. Janë këto me vija, shkoni sa të bukura që janë për t'i mbajtur në shtëpi. Dhe mora motrat e këtyre, i kam marrë kështu motra këtë herë, nuk i kam darë. Mora dhe të bardha dhe këto të njëjtin çmim. Këto i mora masa më, kurse ato me vija masa lartë sepse si ishte maja. Dhe këto janë pak të i dukshme. Dhe më thënë janë tuta për shtëpi. Dhe 2 palore qipeta që kushtonin 25.000 lek.
Edhe këtë masë më të vogël mora, 75. Besoj se But we'll go on and make a scene, doing all we can, 'cause we're stuck in routine of sidestepping your blind eye, in my head in the sand. Let's forgive it one more try. So what can I do? What can I say? Hope that we find something new. We're caught in the spin, the games that we play. Maybe we'll find something new. fundit mora këtë çarçafi dhe më pëlqeu shumë, prandaj shkova mora edhe një tjetër, po shtonte 23.000 lekë dhe është tjetër çarçaf i bardhë 100% koton për krevatin. Edhe më pëlqeu dhe rimora përsëri, ta hedhim për të larë. I ka goxha të mirë këtë, jemi munduar që të marrim material të mirë sepse dhe Alve që është pak alergjik na duhen më të mira tani. Pastaj mora këtë setin që ishte 3.500 lekë, që janë kështu për tek kuzhina, që shikoni sa ngjyrë të bukur që kishte. Edhe duan këto pecet e kuzhina, nuk janë asnjëherë mjaftueshëm. Edhe dishon nëse më pëlqejnë do rimarr përsëri. Shikoni se janë. Janë kështu, paska edhe këtë. Okej. Kjo ngjyra, në ngjyra blu me të zezë, që dhe kjo ishte ngjyrë shumë e bukur. Këto të dyja. Edhe kanë dhe këto rishtet që më pëlqejnë për të mbajtur aty te soba për të fshirë ndonjë gjë. Edhe mora gjithashtu 2 korniza. Ishin bërë me ulje nga 3.500, por nuk do t'i mbaj këtë figurën. Edhe pse kjo figura është goxha e bukur, minimaliste, por ka marrë disa shumë të bukura që do t'i vendosim tani, një për pjesën e bufes tek kuzhina dhe një nuk e di ku do ta vendos, ndoshta në dhomën e gjumit, postera që besoj se do dalin lezetshëm. Që kështu do t'ja ndryshojmë këto edhe të shohim se si do na duket shtëpia. Okej, po të çelë. Ndërkohë duhet që të iku dal pak vetet e Rosmani, sepse të janë fiksuar. Po shikoja disa nga produktet më të mira drugstore edhe u fiksova me një fondatin që dua që ta provoj, t'ja tregoj edhe juve këtu në YouTube se si do më duket. Është vërtet aq e mirë apo? Se kam përdor një të L'Orealit që është goxha e famshme, që kam treguar edhe këtu, dhe ajo është vërtet shumë e mirë. Për atë do nisesha që të shkoja, por pash një herë në internet edhe më dolën këto të tjerat, edhe gjithmonë kam këtë qefin që të provoj gjëra të reja. Okej, po ja ndryshojmë këta.
luajmë dhe do bëjmë ëmbëlsirën e famshme pastel de nata që e kam provuar në Lisbonë dhe më ka pëlqyer shumë. Edhe më në fund do e bëj sepse kam një muaj që ja premtoj Alvios, që kështu do na duhet kryesorja një 5 foliat ose mund ta përgatisni vetë brumin, por është më e thjeshtë me 5 foliat. When I'm nervous, I talk too much and don't say things. Yeah, I can be a fucking mess, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted, you wanna stay here. Oh, we should just stay here. Çfarë bëra? Tek gjalpi që u mundova me atë lugën një orë, kishte pak shi e hudhër, sepse kisha gatuar mishin para ca ditësh edhe atë përdora prap. Edhe lava, e hoqa që u mundova shumë me lugë. Dhe tani po e shkri pak gjalpin dhe thjesht do t'i bëj ashtu siç duhet. Se e kemi këtë furçën, por nuk e di, doja mos ta shkrija. T'i bia rrugës shkurt, por doli më gjatë. Ndërkohë këtu kemi prerë sfoliatën në këtë mënyrë. E kemi bërë një herë tub dhe pastaj e kemi prerë. Kështu e ka receta. Edhe po shkrim gjalpin, do t'i luajmë këto me gjalp dhe do t'i hapim petën e sfoliatës në formën e tepsisë. E shkriva pak gjalpin dhe tani është më e thjeshtë që ta aplikohet tek tepsia. It's filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Brumin mbaruam, tani do përgatisim kremin e pasticërisë. Në fillim do vendosim një gotë me sheqer, unë kam vetëm sheqer kafsh, shpresoj që mos të ma prishë recetën, kam një gotë mjafton, 200 gram duhet, do të bëjmë një shuruk me ujë në tenxhere dhe pastaj të shtojmë qumshtin që do ta përzijmë në fillim me miell. Your hair was just so and your eyes were also all my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. Kremi që kemi përgatitur do hedhim A mesa. mirror image of my soul. Do surti kjo ena dhe prita 5 minuta sa të ftohet. Atje e hangra gjysmën edhe u vela, por këtu kam bërë një gabim, sepse kur vendosa petën e sfoliatës, duhet që ta bëjmë pak me gjalp dhe pastaj ta bëjmë tub, por nejse nuk ka ndonjë problem, sepse i vendosa pak gjalp si për tani edhe besoj se është okay. Edhe do t'i shtojmë tani kremin e pasticërisë, secilës prej brumit. Po i nxora nga furra dhe tani t'i provojmë, erdhi dhe Alvio dhe tha pas kam ardhur fiks sepse Alvi kur i provuam në Lisbonë, edhe unë njëjtë tham që është ëmbëlsira jone preferuar, edhe duhet që të ftohem pak, po forma ka dalë fiks ashtu siç duhet tani. Normale është hera e parë, por këto han duke u shoqëruar vetëm me një gjë që do e marr tani. Kanell. Ose mund t'i hidhni edhe si për sheqer plur, por ne nuk e kemi qef. Për dhe Alvi dhe tani do t'i provojmë. Okej, mere jetë të ndën. Për edhe me kanel. Tani mund të marrë timen. Ti të provosh ti.
Sa e nxehtë që janë nga që të frigorifer. Shumë e mirë, po që janë nxehtë. S'ka dalë mirë, tani unë i kam provuar si quaj vendi që bënte më të mira në botë, që ishte më i vjetri. Se më mend Edhe Brazilinë. duke më konkuruar veten me atë, nuk e se jam aq mirë, por Shumë e mirë, perion. e mirë është. Është bërë fiks, thjesht duan ftohtë. Po. Edhe brumin bëheni në fillim me gjalp dhe pastaj e bëni tub. Duan ftohur.